Habiti mjeku. Hani disa ara çdo mëngjes dhe do befasojeni me atë që ndodh. Të shijshme dhe plot me proteina, arat duhet jenë në listën e produkteve që konsumoni çdo mëngjes. Ato në të vërtetë kanë shumë kalori, ndaj këshillohet të mos e teproni me sasinë që shtoni në dietën tuaj. Për të gjithë ata që vuajnë nga diabeti, arat ulin nivelin e sheqerit në gjak. Ndaj është një ndër produktet që duhet jetë në vaktin tuaj pas mëngjesit. Por ju duhet të merrni atë në sasinë e duhur. Nëse bëni bashkë me bollgurin, kosin dhe disa grimca arra, do të keni një shëndet më të fortë imunitar. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë në përfshirjen e 5 deri në 8 kokra arra çdo ditë në dietën tuaj, të cilat do të sjellin rezultate të mira në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Në këtë rast, sipas ekspertëve, nëse konsumoni të paktën 8 kokra arra çdo mëngjes, do të rrisni performancën e trurit dhe aftësinë tuaj për të punuar më mirë.